Mësore të drithrave, origjina dhe natyra e drithrave. Gruri kultivohet prej më shumë se 10.000 vitesh. Prej tij prodhohet mielli tradicional, një nga përbërësit më të përdorur në kuzhinë. Orizi, një ushqim bazë për më shumë se gjysmën e popullsisë së botës, përthith shihet shumë lehtë dhe përdoret në shumë receta, nga pjatat e kripura deri tek ëmbëlsirat. Jep një teksturë të lehtë dhe është natyralisht pa gluten. Misri, një kallim misri mund të prodhohet deri në 800 kokra. Një drithë natyralisht pa gluten, me shumë varietete dhe përdorime në të gjithë botën. Kokrat e tij mund të jenë të verdha, të bardha, të kuqe, vjollë ose blu, sipas varietetit. Thekra, shumë rezistente ndaj të ftohtit. Prej saj prodhohet buka e thekës, një bukë e dendur dhe aromatike, tipike për Evropën lindore, e njohur sepse qëndron e freskët për javë të tëra. Krëshëra, e pasur me fibra dhe shumë e vlerësuar për teksturën e saj të butë dhe aftësinë për të përshtatur në shumë përgatitje. Dallohet për kremozitetin natyral, duke i dhënë butësi çdo recete. Hikërori, natyralisht pa gluten dhe zakonisht konsumohet në formën e tij integrale. Spelta, një drithë i trash me shije të butë dhe një përbërje proteinike të ndryshme nga gruri modern. Dallohet për shijen delikate me nuanca të buta dhe natyrale. Elbi, një drithë me histori të gjatë kultivimi, njihet për përmbajtjen e lartë të fibrave, veçanërisht beta-glukane. Këto janë 8 drithërat e blevit: grur, oriz, misër, thekër, tërshër, hikëror, elb dhe spelt. Një zgjidhje praktike dhe e balancuar për një ushqyerje të shëndetshme të foshnjës.